Iranianët dalin në tubime pas kërcënimeve të Donald Trump, mburoi njerëzore mbi ura. Qindra qytetar iranian kanë dalë në tubime në përgjigje të kërcënimeve të presidentit amerikan Donald Trump për goditje ndaj infrastrukturës së vendit. Pamjet e publikuara nga mediat lokale tregojnë një grumbullim të madh njerëzish, kryesisht gra dhe fëmijë, të cilët kanë formuar një zinxhir njerëzor mbi një urë në Havaz, në jug-perëndim të vendit. Protestuesit mbanin një flamur gjigant iranian dhe pankarta me mesazhe patriotike. Një prej tyre shkruaj: "Trupi im për atë dheun", duke reflektuar frymën e mobilizimit dhe mbështetjes për vendin në këtë moment tensioni. Tubimi paraqet një shenjë simbolike të qëndresës dhe solidaritetit të popullit iranian përballë presioneve ndërkombëtare, ndërsa tensionet në rajon vijojnë të mbeten të larta.